është një ditë e re, edhe sot duhet ta theksoj këtë. Do të shohim një ndër mesazhet më të parahatshme që mund të dëgjojmë, ose që ndoshta nuk kemi dëgjuar për një kohë, se mesazhe të tilla ka plot nga fjala e Perëndis. Fillojmë sot edhe javën që vjen, dar Zoti, do ta përfundojmë. Unë kam darë në 2 pjesë këtë mesazh, sepse është në të vërtetë një mesazh shumë i rëndësishëm. Le të shohim se për çfarë bën fjalë. Sot do të flasim për koston e dishepullizimit. Është një ngjarje e njohur, po para se të shkojmë aty, më lejoni t'ju them që Jezusi i cilit ne i besojmë, i kemi besuar jetën tonë atij, është ai që na ka dhënë një shembull, të cilin duhet ta ndjekim. Edhe është modeli i jetës tonë. Tek Ungjilli sipas Mateut, qëllimi i Mateut është të prezantojë Jezusin ashtu siç është, si mbreti që do të vi. Edhe ai ka bërë një predikim vërtet shumë të fuqishëm, predikimin e mal që përmbledh kapitujt 5 deri në kapitullin 7. Mesazhe të jashtëzakonshme që ne i kemi studiuar në detaje, ato mesazhet të Krishtit. Edhe në fillim të kapitullit 8, ne shohim që ai jo vetëm që predikon të fjalën e Perëndisë ashtu si kundër e kemi studiuar, por ai e vërtetonte atë fjalë me shenjat që e shoqëronin. Edhe kjo është për të plotësuar, për të përmbushur profecitë e dhjatës vjetër që personi i cili po u shfaqej pikërisht atyre njerëzve në atë periudhë të kohës ishte pikërisht Mesia i premtuar. Këtu jemi. Edhe ai ka pastruar një lebroz në fillim të kapitullit 8, ka shëruar shërbëtorin një centurioni romak apo jo nga larg. Ai ka hyrë në një mjedis familjar që ishte familja e Pjetrit, shkon në shtëpinë e Pjetrit, e dishepullit të tij, edhe shëron vjerrën e Pjetrit aty për cilën e folëm javën që kaloi. Dhe duke përmbushur profecitë, ai dëshmon që ishte Mesia i premtuar. Populariteti i tij është rritur shumë. Në fjalën e Zotit thuhet që turma njerëzish e ndiqnin Jezu Krishtin. Të tërhequra nga fjalët e tij me autoritet dhe nga veprat e tij të fuqishme. Sigurisht reagimi i parashikueshëm dhe i menjëhershëm ndaj gjitha këtyre gjërave që ne shohim, fuqisë së tij në mësimin e fjalës së Perëndisë, po edhe sa i takon veprave të fuqishme, të gjithë tani duan të jenë dishepujt të tij. Duan ta ndjekin atë. Në fakt nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë jesh një dishepull. Le ta kemi të qartë një gjë të tillë. Por pasazhi i sotshëm unë e thash të bën që të ndihesh jo rehat. Sot ne do të shohim disa nga fjalët e acarta të Jezusit. Dakor, le ta shohim pasazhin, le ta lexojmë për çfarë bëhet fjalë, do të flasim vetëm për gjysmën e pasazhit, gjysmën e këtij pasazhi sot. Pra pasi Jezusi kishte dalë nga shtëpia e Pjetrit, ne e dimë një gjë të tillë, duke parë rreth tij turma të mëdha, ne e dimë që dëshmia për shërimin e atij personi për cilin e folëm javën që kaloi u përhap shumë, edhe tani turma të mëdha njerëzish u mblodhen. Urdhëroi Jezusi që të kalonin në bregun tjetër. Interesante si veproi ai. Ne do të habiteshim sepse e bëri Jezusi një gjë të tillë. Atëherë një skrib ju afrua dhe i tha. Skribi ishte, ne do të flasim për skribin, se kush është ai, një mësues i ligjit, një njeri i cili kopjonte, bënte kopje të ligjit, edhe nënshkruante dokumente, po ai i thot mësues, diçka që ndoshta na bën përshtypje si ka mundësi që një skrib të mund t'i afrohet Jezusit dhe t'i bëjë një pyetje edhe t'i bëjë një ofertë të tillë Jezusit. Të shpreh një dëshirë të tillë dhe i thot mësues, do të ndjek kudo që të shkosh. Vargu 20, dhe Jezusi i tha, dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriut nuk ka as ku të mbështesë kokën. Vargu 21, pastaj një tjetër nga dishepujt e tij, duke na dhënë mundësi të kuptojmë që mos ndoshta edhe ky skribi ishte një njeri që e quante veten dishepull të Krishtit, por një tjetër nga dishepujt e tij i tha, o Zot, më jep më parë leje të shkoj të varros atin tim, por Jezusi i tha, më ndiq, dhe lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet. Le të lutemi bashkë. O Atë, faleminderit për këtë mëngjes. Lutem të shikosh zemrat tona sot në këto fjalë kaq vendimtare që kanë dalë nga goja jote, Zot, sa i takon të ndjekurit tënd. Faleminderit që i ke shpalosur në fjalë që ne ti kuptojmë, që ne ti mësojmë edhe njëkohësisht ti vëm gishtin kokës, Zot, duke kuptuar që
të ndjekësh ty duhet të mendohemi mirë. Duhet llogarisim koston, Zot. Edhe unë të falenderoj ty për këtë mesazh që do që të na përcjellësh sot përmes fjalës tënde. Folu zemrave tona, na mbush me frymën tënde, Zot. Në emrin tënd të çmuar lutem. Amen. Megjithse këto në pamje të parë duken fjalë të vështira, janë të bëshme, të zbatueshme për ne, dakor? Pavarësisht se ne I lexojmë këto dhe themi, wow, ç'është kjo mënyrë e të shprehurit të Jezusit. Po, e dini që ka njerëz që janë dakord me Jezusin, edhe në botën e pashpëtuar, por le të flasim midis besimtarëve. Besimtarët thonë që e duam Jezusin. Duam të dëgjojmë prej tij, sa I mirë që është ai, çfarë mësime është bukura që Jezusi na mëson. Në fakt mësimet e tij nuk I gjejmë kurkund. Edhe ja vlen që ti dëgjojmë, ti mësojmë mësimet e tij, edhe sa I mirë që është Jezusi. Po kur vjen puna që duhet jetë I pari në jetën e tyre, ose në jetën tonë, këtu frenohemi. Jezusi është I mirë, është I dashur, por pyetja është, a është ai I pari në jetën tonë? Edhe kjo ka qenë dëshira e Jezusit që 2000 vite më përpara, që ai të ishte njëshi në jetën tonë, të ishte I pari. Në fakt jetë vetë jeta jonë. Kjo është dëshira e Krishtit. Edhe për këtë bën fjalë ky pasazh sot, sepse shumë njerëz duan të dëgjojnë nga Jezusi, duan të dëgjojnë mësimet e tij, ashtu është. Edhe nuk kanë problem me Jezusin. Dakor, ndonjëherë mund të kenë probleme me ndonjë tjetër antar në kishë ose me një besimtar tjetër I cili ka një standard të dyfisht në ecjen e tij me Zotin, por me Jezusin nuk e ka problemin. Puna është ai është çdo gjë në rregull sipas tij, me jetën e tij, po për sa kohë Jezusi nuk është I pari në jetën e tij. Edhe në të vërtetë Mateu na flet për dy individ që kanë pasur një takim me Jezusin. Sot do të shohim të parin. Dakor, javën që vjen, dar Zoti thash do të shohim personin tjetër. Mirë, po personi I dytë nuk do të flasim për të sot, nxjerr një justifikim. Edhe për këtë do të flasim. Në fakt, javën që vjen unë e theksoj edhe një herë. Puna është, a e kuptojmë ne se çfarë do të thotë të jesh dishepul I Jezu Krishtit? A kemi justifikime në jetën tonë? Ndonjëherë themi që Jezusi është I denj, Jezusi është I mirë, po e di si është puna me jetën tonë I themi, o Zot, nuk jam I zënë, kam shumë gjëra për të bërë. Edhe kemi të vështirë që ta fusim Jezusin brenda agjendës tonë. Sa e trishtueshme është një gjë e tillë. Tani Mateu na tregon historinë se si ndodhi, por nuk na tregon se si reaguan ata. Kjo është shumë interesante. Bibla nuk na e bën të qartë nëse këta e ndoqën Jezusin apo jo. Kjo ndoshta e lë të hapur për të kuptuar që a e kuptojmë me të vërtetë se çfarë do të thotë jesh një dishepull I Krishtit? A u kthyen këta tek Jezusi? Çfarë do të thotë në të vërtetë të ndjekësh Krishtin? Cili është kuptimi I kësaj? Tani lajmi për Jezusin është përhapur si zjarri, po them. Edhe si rezultat, Mateu na tregon këtu në vargun 18, Jezusi duke parë rreth tij turma të mëdha thot, urdhëroi që të kalonin në bregun tjetër. Jezusi ka bërë shumë gjëra, padyshim ka bërë shumë mrekulli, vepra të fuqishme. Mirëpo, jo të gjithë njerëzit, sepse shohim që turma shkonin tek ai, turma njerëzish. Jo të gjithë ishin të interesuar për të ditur të vërtetën, ose shkonin për shkak sepse ishin të interesuar për të vërtetën. Shumica prej tyre është si ata që kishin rastin për të parë një yll Hollywoodi për shembull, edhe siç ka njerëz të tillë që shkojnë tek këta edhe vetëm për t'i dhënë dorë nëse thonë më jep një autograf. Por në të vërtetë janë njerëz që thjesht duan të rinë pranë një njeriu të famshëm. Mirëpo sa herë që dikush e diçka të vërtetë, dhe kjo është në rastin e Jezusit, diçka reale, spektakolare, të bën përshtypje, shumë njerëz mblidhen nga kurioziteti dhe duan të bashkohen asaj lëvizjeje, siç mund ta konsiderojnë. Mirëpo, keni vënë re ju që zakonisht në fjalën e Perëndisë gjejmë këtë gjë që Jezusi ka një mënyrë se si mund t'i largojë njerëzit. Ju mund thoni, po çfarë po thua? Jezusi të largojë njerëzit? A nuk është ai Jezusi që ka dëmshuri për turmat? Po dëmshuri ka Jezusi për turmat. Por siç e shikoni, sa herë që mblidheshin turmat dhe ne e gjejmë këtë shpesh në fjalën e Perëndisë, unë mund t'ju jap edhe referenca në lidhje me këtë, po Jezusi donte që t'i shpëtonte turmës.
Në qoftë se mund të përdor këtë fjalë. Tani, interesante sepse në kulmin e popularitetit të tij, ai mund ta kapitalizonte famën e tij. Për shembull, një lider politik do të organizonte një tubim, sa shumë njerëz janë mbledhur, për shembull. Le të them një strateg ushtarak do të rekrutonte një ushtri. Një lider fetar, për shembull, do të themelonte një lëvizje masive, por Jezusi bën të kundërtën. A nuk është interesante? Jezusi bën të kundërtën. Edhe ne mund të themi, për shembull, që si ka mundësi që në kulmin e famës së tij ai kërkon t'i devijojë turmës. A nuk është interesante një gjë e tillë? Edhe pyetja themelore, çfarë kërkon vërtet Jezusi? Dhe përgjigja është e qartë edhe është sfiduese. Jezusi nuk është i interesuar ose nuk po kërkon admirues të shumt, por ai po kërkon dishepujt përkushtuar. Kjo është shumë e rëndësishme për ta marrë në konsiderat. Ai nuk po mbledh një grup fansash të tërhequr nga mrekullit, që ai është kaq i fuqishëm dhe që po i bën, po formon një komunitet ndjekësish të gatshëm që të llogarisin koston. Ai po filtron turmën duke ndarë ata që janë thjesht kurioz nga ata që janë vërtet përkushtuar, sikundër ne do ta shohim. Dhe sa herë që turmat fillojnë të grumbullohen, duket sikur Jezusi fillon edhe predikon më fort për thonë, "Hey, disi është puna, ja si duhet, ja se çfarë duhet të bëjmë." Jezusi është i ndershëm. Ai është i vërtet. Nuk është siç dëgjojmë shpeshherë sot në krishterimin e sotshëm, eja tek Jezusi se do të kesh makinë të re, do të kesh shtëpi më të bukur, nuk do të trishtohesh asnjëherë, ore ke parti që nuk do të mërzitesh, jo vetëm kaq, por ti do të buzëqeshesh gjithë ditën. Jo, nuk është ky Jezusi. Nuk është mesazhi që Jezusi jep. Dhe pikërisht, ndërsa Jezusi përgatitet të largohet nga shtëpia e Pjetrit, dy individ dalin nga turma. Edhe shkojnë përpara tij. Interesante. Tani, unë ju thash që Mateu jo pa qëllim i vendos këto ngjarje, nuk janë rastësisht. Edhe predikimi i fjalës mrekullit që Jezusi bën ka një qëllim në të gjitha këto, nuk janë ashtu rastësisht. Ju thash që do që të tregoj që Jezusi është Mesia, i premtuari. Edhe kjo është diçka me të vërtet e rëndësishme. Për shembull, Gjoni përdor më pak mrekulli. Pse? Se qëllimi i tij është që njerëzit kuptojnë edhe thotë këto gjëra mjaftojnë që ju të besoni që Jezusi është biri i Perëndisë dhe ta keni jetën në emër të tij. Pra çdo gjë është me qëllim. Tani do të kemi gjatë javëve që vijojnë vërtet histori magnice. Unë me zipres të arrim atje, po fuqinë e Zotit mbi natyrën. Ne do të shohim. Fuqinë e tij për të dëbuar demonët edhe para se këto të ndodhin, Jezusi na përball me një pyetje personale dhe shumë sfiduese për secilin prej nesh. A je gati të më ndjekësh mua? Jo për shkak të mrekullive që unë bëj. A e kupton në të vërtetë se çfarë do të thotë ti jesh dishepull im? Edhe për fjalën dishepull ne kemi folur në këtë kishë vazhdimisht. Fjala dishepull do të thotë nxënës, student, dikush që mëson nga dikush. Edhe në këtë rast, pyetja është, a e kupton ti se çfarë do të thotë ti jesh student i Krishtit? Të mësosh prej tij. E kupton se çfarë do të thotë të ndjekësh Krishtin. Edhe është një angazhim më i madh se çdo gjë që në jetë që ke qenë ndonjëri përfshirë, me të vërtetë. Interesante, Jezusi kur mblidheshin turma rreth tij, gjente një mënyrë për të mos qenë shumë kohë aty, pa diskutim. Për shembull, mund të shikoni vargjet vet, po te Ungjilli Markut, kapitulli i parë, vargu 45, te Marku, kapitulli 3 dhe vargu 9, ja le t'u lexoj këtë, thotë, dhe ai u tha dishepujve të tij të kenë gati një bark për shkak të turmës, që të mos e shtynte. Tek Gjoni 6, për shembull, është shumë interesante aty kur Jezusi është duke u folur, një masë të madhe njerëzish që ndiqnin, që e konsideronin vetë ndjekës, dishepujt të Krishtit. Edhe shumë prej tyre thuhet u skandalizuan dhe u tërhoqën. Edhe kur Jezusi u tha edhe të 12-ve, i tha, a doni të largoni dhe ju? Si u përgjigj Pjetri? Te kush të shkojmë, o Zot, tha. Ti ke fjalë jete të përjetshme. Pra ajo që dua të them unë është që Jezusi është në kërkim jo të admiruesve të shumt, sa i mirë që është Jezusi, por të dishepujve të përkushtuar. Të atyre njerëzve që në të vërtet duan të mësojnë, duan të kuptojnë se kush është ai dhe pse ja vlen që ta ndjekim Jezusin. Sot do të flasim për parahatin. Janë dy gjëra, javën që vjen do të flasim për
për koston e prioriteteve, por sot do të flasim pikërisht për një kosto të dishepullizimit, e cila vlen dhe meriton shumë vëmendje. Së pari, le të kuptojmë që ekziston një lloj entuziazmi, ashtu siç ky skrib shkon tek Jezusi, del përpara tij. Edhe i thot: "Mësues, do të ndjek kudo që do të shkosh. Zot, unë do të vi me ty kudo që të shkosh ti, unë do të lë punën, do të jem aty ku do ti, do të ndjek ty, do të shkoj aty ku do të shkosh ti." Dakord? Për të kuptuar peshën e kësaj deklarate, duhet të kuptojmë se kush ishte një skrib në shekullin e parë. Dhe më lejoni t'ju them se kush ishte një skrib. Nuk ishte thjesht një njerëz si kundërthash që bënte thjesht kopje të ligjit apo nënshkruante dokumenta. Jo, ai ishte teolog, ishte avokat, ishte ekspert i ligjit Mojsiut, traditave gojore. Një skrib ose skribët ishin elita intelektuale fetare e Izraelit kohës, të respektuar gjerësisht nga populli për dijen dhe për kushtimin e tyre. Pikërisht ky grup në fakt ishin ose konsideroheshin si gardianët e traditës dhe shpesh ishin antar të partisë fuqishme të farisejve. Pikërisht ky grup, skribët dhe farisejt, ishin bërë kundërshtar kryesor të Jezusit. Madje ishin antagonist, një prijes prej tyre shumë, e shikonin Jezusin si një kërcënim për autoritetin e tyre. E akuzonin për blasfemi kur ai pretendonte autoritet hyjnor, edhe autoritet për të falur mëkatet. Në Ungjil na jepen të gjitha këto, e kritikonin për shkeljen e interpretimeve të tyre rigoroze të ligjit. Edhe ata do të luanin një rol kyç në arrestimin dhe kryqëzimin e Jezusit gjithashtu. Këtë e gjejmë në fjalën e Zotit. Prandaj fakti që një skrib i afrohet Jezusit dhe i ofron besnikëri të pakushtëzuar është, si ato fjalët që përdoren në këto videot clickbait, është shokuese, me thënë drejtën, që një skrib të viti afrohet Jezusit, edhe ti ofroj atij besnikëri të pakushtëzuar, është ekuivalenti modern i një kritiku të ashpër që i bashkohet dikujt lëvizjes, pra së atij personi që ai ka krijuar. Edhe oferta e këtij njeriu duket e sinqert, e zjarrt, totale, pa rezerva. Unë do të ndjek kudo që do të shkosh. Unë do të ndjek kudo që të shkosh. Unë do ta bëj një gjë të tillë. Ai duket se është gati të lërë pas gjithçka për këtë njeri që quhet Jezus. Interesante. Jezusi nuk i përgjigjet këtij entuziazmi me ndonjë përqafim të ngrohtë, apo t'i thot atij hajde, e janë bord. Bashkoje skuadrës. Ai nuk e bën as këtë. Nuk thot as po, as jo, Jezu Krishti. Se ne do të thoshim, po, Jezusi do t'i thoshte, po hajde tani, me që ke dëshirë shumë mirë, këtë dua, që të vish. Në vend të kësaj i përgjigjet zemrës së këtij skribi. Jo thjesht fjalëve të tij. Që ai të ketë mundësi të mendohet dhe të llogarisë koston, para se të bëj një zotim. Edhe përgjigjja e Jezusit është një nga deklaratat më të thella që flet për natyrën e misionit. Shikoni si i përgjigjet Jezusit. Dhe Jezusi i tha: "Dhelprat kanë strofka, dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën." Ky është Jezusi i dashur, plot dashuri, Jezusi i butë, që njeh. Interesante një gjë e tillë. Ka studiues Biblës që shohin një mesazh të hollë edhe politik këtu, por është më shumë se sa kaq. Nëse mund të krahasojmë shkrimet. Në fakt, Jezusi përdor këtu disa fraza, po ai flet njëkohësisht për veprat, flet për dhelprat, dhe për zogjt shumë interesante. Edhe si dhelprat, edhe zogjt në fjalën e Perëndis janë në tipologji një shëmbëltyrë e frymrave të ndyra. Edhe demonëve, shumë interesante, do t'i shohim disa prej këtyre vargjeve, por njëkohësisht, ashtu siç do të flasim edhe për dhelprat, ato janë vërtet në figurë, në tipologji të njerëzve pushtetarë, të cilët kanë dashur ta shkatrojnë popullin e Perëndis. Edhe kjo është diçka me të vërtet interesante. Për shembull, shikoni rastin e Nehemias në kapitullin 4, Tobiau, ju kujtohet Amoniti që donte të prishte punën e Perëndis në mesin e tyre. Ata ishin duke ndërtuar muret e Jeruzalemit, Nehemia bashkë me gjithë skuadrën. Edhe ky rrinte pranë dhe tha, le të ndërtojnë, por në rast se një dhelpër hipën sipër, do ta rrëzoj murin e tyre prej guri.
Prandaj dhe për amonitët, për shembull, është përhapur edhe ajo shpreha që ata janë dhelpra. Në këtë kuptim, megjithëse këto janë në gojën, këto fjalë janë në gojën e Tobiaut, po ai është amonit. Edhe kjo ishte edhe një fjalë që përdori për ata që ishin armiq të popullit të Perëndisë. Për shembull, Herodi, ju kujtohet Herodi? Jo Herodi i parë në kohën e vrasjes foshnjave, por Herodi tjetër Antipa, që është tek Luka kapitulli 13. Ai ishte gjysmë arab nga ana gjysmë arab, gjysmë edomit, nga babai ishte edomit, nga nëna ishte arab, nga ana e nënës, Herodi. Por interesante, si flet Jezusi për të, mirë, këtu te Kantiku Kantikëve do të flasim edhe për këtë, po dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, edhe dim se kush është vreshti në Bibël, tek Gjoni kapitulli 15, vreshtat tona janë në lulëzim. Pra është në tipologji një figurë e frymrave të mbrapshta. Tek Luka kapitulli 13 që unë përmenda për Herodin, po atë ditë disa farisej erdhën dhe i thanë Jezusit, dil dhe largohu prej këtej sepse Herodi do që të vras. Dhe ai u përgjigj atyre, shkoni dhe i thoni asaj dhelpre. Interesante. Jezusi nuk ta lë mangut kur vjen puna për të vërtetën. Edhe thot, ja sot dhe nesër po të bëj demon, po kryej shërime, të tretën ditë do të përfundohem, do ta mbyll këtë punë. Kjo është ajo që Jezusi po thot. Po shumë interesante kjo gjë. Pushtetarët të cilët kanë dashur që të shkatrojnë popullin e Perëndisë. Shikoni për zogjtë e qiellit, shumë herë në Bibël simbolizojnë demon dhe frymra shteliga. Për shembull te Zbulesa kapitulli 18 dhe vargu 2, duke folur Gjoni për Babiloninë e madhe, thotë dhe bërtiti me forcë të madhe, me forcë dhe me zë të madh, duke thënë ra ra Babilonia e madhe, dhe u bë vendbanimi i kujt? I demonëve dhe streha e çdo fryme të ndyrë dhe streha e çdo shpendi të ndyrë dhe të urryer. Shikoni tipologjinë se çfarë përfaqësojnë zogjtë e qiellit. Po të shikoni për shembull te Mateu 13 dhe vargu 4 është shëmbulltyra e mbjellësit. E mbaj mend shëmbulltyrën e mbjellësit? Ku Jezusi u tregon njerëzve një shëmbulltyrë ndërsa ai për mbjellësin që po mbyllte, një pjesë e farës ra për gjatë rrugës dhe zogjtë erdhën dhe hëngrën. Edhe kur u shpjegon këtë shëmbulltyrë, shikoni çfarë krahasimi bën Jezusi. Në vargu 19 thot, kur dikush dëgjon fjalën mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe rrëmben atë që ishte mbjell në zemrën e tij. Dhe kjo sa i takon zogjve. Shikoni krahasimin se çfarë përfaqësojnë. Në shekullin e parë, kjo gjë ishte shumë e qartë. Sidomos për ata që ishin mësues të ligjit dhe skribi që mendoi që ishte një studiues i shkrimit, ekspert i shkrimit, sigurisht që do t'i kuptonte këto gjëra. Po ajo kupton moralin e historisë, i thot Jezusi? E kupton se çfarë po thot në të vërtet, e kupton se çfarë po them në të vërtet, i thot Jezusi skribit, a e di ti që djalli dhe turmat e tij trajtohen më mirë nga kjo botë sesa unë dhe dishepujt e mi, thot Jezusi. A e di një gjë të tillë, që djalli dhe turmat e tij trajtohen më mirë nga kjo botë sesa unë dhe dishepujt e mi? Interesante një gjë e tillë. Edhe i thot, e kupton, nuk do të kesh asnjë privilegj të më ndjekësh mua. I thot këtij skribi. Megjithëse ti je një hebre, kjo nuk do të thotë gjë, nuk do të kesh një privilegj, nuk do të kesh asnjë përfitim, nuk do të kesh asgjë. Pra, Jezusi po i thot këtij individi se kostoja për ta ndjekur Jezusin është shumë më e lartë se sa ajo që ky njeri mund të ketë llogaritur ose parashikuar ndonjëherë. Këtë po i thot. Dhe kjo përgjigje Jezusi zbulon dy të vërteta themelore. Së pari na njeh me realitetin e misionit. Vjen që Jezusi kishte ardhur për një mision dhe ai përdor një imazh nga bota natyrore, kafshët më të zakonshme, flet për to, për dhelprat, flet për zogjt, edhe nga ana praktike. Edhe dhelprat edhe zogjt kanë përkatësisht strofkat që i kanë dhelprat edhe folet që i kanë zogjt. Pra kanë një vend përkatësie, një vend sigurie, një vend qetësie, strofka dhe fole. Interesante. Tani, me që këtu përmendet në atë varg që dhelprat kanë strofka, bijtë e qiellit çerdh dhe biri i njeriu nuk ka ku të mbështes kokën, thuhet. Biri i njeriu nuk ka ku të mbështes kokën. A thuhet kështu? Ja. Tani kur thot Jezusi biri i njeriu nuk ka ku të mbështes kokën, ju lutem, mos e mendoni këtë gjë sikur Jezusi asnjëherë gjatë jetës së tij nuk ka fjetur në ndonjë krevat. Dakor? Ose nuk ka hyrë në shtëpi. Dhe nuk është kjo ajo që Jezusi po thotë, sepse në fakt shumicën e kohës kur udhtonte me dishepujt ai pritej në shtëpinë e njerëzve, si në rastin e Pjetrit, a e pam në javën që kaloi apo jo?
apo në shtëpinë e Lazarit, që e quante miku i tij, edhe në shtëpitë të tjerëve nuk diskutohet. Tek Luka kapitulli 8 na tregohet që ishte një grup grash të cilat ndihmonin me pasuritë e tyre. Shumë interesante kjo, edhe sa herë që ai hynte në shtëpinë e një miku, jam i sigurt që ata i jepnin një vend për të qëndruar. Ishte e denjë për birin e Perëndis. Sa më shumë që t'ishte e mundur, nuk diskutohet, patjetër. Nuk është çështja që Jezusi s'kishte fjetur ndonjëherë në shtëpi. Që s'kishte ku të mbështeste kokën në këtë kuptim praktikisht gjithë jetën e tij. Jo, as pak, nuk po e them një gjë të tillë. Por po them këtë gjë që djalli dhe turma që e ndjekin trajtohen më mirë nga kjo botë se sa Jezusi dhe dishepujt e tij. Çfarë dua të them? Sepse ja do ta shohim së bashku. Jezusi i thot këtij njeriu, unë nuk të ofroj ty garanci. Mund të kushtoj dhe jetën të më ndjekësh mua. Kjo është ai kjo është ajo gjë që po i thot. Ju mund thoni prit sepse kjo është shumë e ashpër. Që nga i ashpër Jezusi në përgjigjen e tij. Por të ndjekësh Jezusin do të thotë që të mos kesh reati. Do të thotë që ndoshta një ditë nuk do të kesh vend ku të flesh. Do të thotë që ndoshta mund të mos kesh një shtëpi tënde ndonjëherë. Ky është kuptimi i kësaj. Tani, të lutem mos e refuzo këtë mesazh sepse do ta shohim deri në fund, do të jap ekuilibrin e kësaj sepse është shumë e rëndësishme. Por te Gjoni kapitulli 7, unë nuk i kam vargjet këtu. Po Gjoni 7 dhe vargu 53 thuhet dhe secili shkoi në shtëpinë e vet. Ndërsa tek Gjoni kapitulli 8, 2 vargjet e para thotë dhe Jezusi shkoi në malin e ullinjve. Secili shkoi në shtëpinë e vet, këtu Jezusi thotë shkoi në malin e ullinjve, thotë dhe por si u gdhi, erdhi përsëri në tempull dhe gjithë populli erdhi tek ai dhe ai ul dhe i mësonte. Jezusi shkoi në malin e ullinjve. Të ndjekësh Jezusin nuk do të thotë që ai të premton një makinë të re, një shtëpi më të madhe. Jezusi thotë ti më ndjek sepse ke marrë një vendim për të më ndjekur mua. Jo se mund të përfitosh diçka ose të marrësh diçka. Jo për shkak të fuqisë time të madhe, jo për shkak të mrekullive që ti ke parë, me fjalë të tjera. Skribit, ti më ndjek për shkak se jam ai që jam. Ose jo. Më ndjek për shkak sepse jam Zoti apo jo. Tani këto gjëra nuk para predikohen sot në përkisha, sepse dishepujt ose njerëzit duhet të ndihen të rëndësishëm. Në fakt, Jezusi është i rëndësishëm. Le ta kuptojmë këtë gjë. Ai është i rëndësishëm. Atëherë, me fjalë të tjera, Jezusi thotë dhelprat kanë, do të thënë si mund të kuptohet, pasi i thotë këtë mesazh Jezusi, po dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriu nuk ka as ku të mbështesë kokën. A dëshiron tani të jesh dishepull im? Si të duket? A dëshiron tani të jesh dishepull im? Dhe çështja është kjo, shikoni, Jezusi premton të na i plotësojë të gjitha nevojat tona. Po vendos ekuilibrin këtu, shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Por jo të gjitha rehatit tona. Dakor? Do të thotë që mund të jetë kështu, që ndoshta nuk do të kesh vend ku të mbështesësh kokën. Mund të ndodhë në një moment të jetës. Ju mund thoni, është e ashpër një e folur i tillë. Dishepullizimi nuk është një premtim për një jetë më të rehatshme. Përkundrazi duhet të nënkuptojë të kundërtën. Misioni i mbretërisë kërkon gatishmëri për të ndjekur Jezusin për shkak të ungjillit. Unë do ta vendos ekuilibrin më pas, ju lutem, le ta lëm këtu për momentin, por le të shohim gjën e dytë që Jezusi po i thot këtij. Ai përmend termin biri i njeriut. Është një titull në fakt i preferuar nga Jezu Krishti në ungjil. Shumë interesante. Edhe është përdorur 80 herë në ungjil. Biri i njeriut. Ky titull evokon dy realitete të fuqishme që në dukje mund të duken kontradiktore. Së pari flet për fuqinë hyjnore të Krishtit. Shikoni te Danieli kapitulli 7. Unë shikoja disa vegime natë dhe jam mbi rreth e qiellit, po vinte dikush që i ngjante një biri njeriu. Ai arriti te i lashti ditëve dhe ju afrua. Ti pra shikoni personin e dytë të Trinis, të Trinitetit.
Ati ju dha sundimi, lavdia dhe mbretëria me qëllim që të gjithë popujt, kombet dhe gjuhët t'i shërbenin. Sundimi i tij është një sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kurrë. Pra figura e lavdishme e Krishtit. Ky biri i njeriut për cilin po flitet tu është ai pra, personi i dytë i Trinitetit që vendosi të vinte si një njeri në mish, në trup njerëzor kur të përmbushej koha. Dhe nga ana tjetër jep një mesazh tjetër gjithashtu ky termi biri i njeriut. Shikoni çfarë mesazhi tjetër jep. Davidi thotë Psalmi 8 dhe vargu 4, çfarë është njeriu që ta mbash mend dhe biri i njeriut që ta vizitosh. Nga njëra anë jepet ajo figura e lavdishme dhe nga ana tjetër shikoni pak për ulësia dhe brishtësia e njeriut. Shumë interesante. Shikoni se si është kjo punë. Gjithmonë në lëvizje duke jetuar një jetë besimi të plot tek Ati i tij, duke u mbështetur plotësisht nga ana njerëzore tek Ati i tij, pa rezerva materiale. Interesante. Edhe Jezusi i thot skribit, ai i gatshëm të heqësh dorë nga gjithçka që ke në këtë botë, që të marrësh gjithçka që Perëndia ka për ty, po jo këtu. Ai i gatshëm të heqësh dorë nga gjithçka që të marrësh çdo gjë që Zoti ka. Tani, para se ti përgjigjesh pyetjes, mendohu mirë. Mendohu mirë. Mendo për koston dhe për pasojat. Tani, le të ndalemi pak edhe më shumë tek termi që Jezusi pëlqen për veten e tij, tek ai titull për cilin e folëm që është biri i njeriut. Biri i njeriut, shikoni me çfarë lidh Jezusi këtë. Biri i njeriut ka pushtet të fal mëkatet mbi dhe. Është ai biri i njeriut te Danieli kapitulli 7. Shikoni pak. Biri i njeriut është Zot edhe i së shtunës, i shabatit. Biri i njeriut duhet të vuante, të vdiste dhe pas 3 ditësh do të ringjallej. Amen? Biri i njeriut. Jezusi tha, unë jam, ju do ta shihni birin e njeriut të ulur në të djathtë të pushtetit, duke ardhur me rreth e qiellit. Edhe skribi, si ekspert i ligjit, ai duhet ishte në dieni të faktit që Jezusi po shpall autoritetin hynor mesianik, që ai është përmbushja e profecive të dhjatës së vjetër. Jo pa qëllim zgjedhur termi këtu nga ana e Jezusit, ose titulli që ai përdor për veten e tij, biri i njeriut edhe përpara një skribi. Që ai njeri të kuptojë që Jezusi ka autoritet mesianik dhe hynor. Ai është Mesia, amen? Edhe ai duhet ta kuptonte këtë gjë nga ligji. Kjo nga ana tjetër jep dhe një deklaratë të parehatisë, të një refuzimi ekstrem që ne gjejmë këtu në rastin e Jezusit. Dhe mbreti i universit duket sikur nuk ka se ku të mbështes kokën. E ashtu është, sepse ju thash, kjo botë e trajton djallin dhe turmën e tij, sikundër ne e shohim shumë mirë. Se sa Jezusin dhe dishepujt e tij. Edhe ky kombinim krijon atë paradoksin tronditës për cilën sapo folëm ne. Skribi është një njeri i cili ndjek disa vlera, edhe ka disa vlera. Vlera e faktit që ai lartëson statusin, sigurinë, ai ka shumë njohuri, ka një pozitë përpara njerëzve, edhe është shumë komod në jetën e tij. Edhe ai pret që Jezusi si një rabi kaq i famshëm, edhe Jezusi me siguri është një person i cili do të ketë status, siguri, për këtë njohuri që ka ai me sigurisht do të ketë një pozitë të mirë në shoqëri. Ndërkohë që Jezusi i thot këtë shprehje atij, që ne lexuam këtu, ku jemi? Jezusi i thot, okay. I lexuam këto? Mirë. Ja, është këtu. Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën. Ai ishte në këto vlera që tham, të prestigjit, të një pozite sociale në shoqëri, për shkak të njohurisë, për shkak të
respektit dhe nderimit që kishin njerëzit për të, pra vlerësimit edhe këto vlera për të ishin. Ndërkohë që Jezusi duket sikur e dekonstrukton gjithë këtë, le të them, ndërtesë që ai kishte ngritur në mendjen e tij skribi, edhe Jezusi duket sikur i argëzon këtë gjë. Edhe i thotë që a do të më ndjekësh? Dhelprat kanë strofka dhe zogjtë e qiellit çerdhe, por biri i njeriut nuk ka as ku të mbështes kokën. Interesante. Ky nuk është një refuzim i prerë, por është një ftesë urgjente për të llogaritur koston. Do të kushtoj, kjo është me fjalë të tjera. Jezusi e sfidon drejt për drejt sistemin e vlerave të këtij skribi. Rruga ime nuk të çon drejt rahatisë dhe prestigjit, por përkundrazit, po të më ndjekësh mua do të thotë përqafosh një jetë pa rehati, me refuzim, por nga ana tjetër me një varësi totale tek Ati. Ju lutem, le të bëjmë dallimin. Tani unë dua t'ju bëj një pyetje të gjithëve, me që jemi këtu dhe pastaj do t'jap ekuilibrin. Nëse vetmja gjë që do të dinet, do t'ishte se Jezusi është Zoti në formë njerëzore, i ardhur në tokë, dhe nuk do të kishit asgjë tjetër për të fituar. A do të adhuronit atë? Pra nëse do të dinit vetëm faktin që Jezusi është Zoti, që ka ardhur si një njeri në tokë, dhe nuk do të përfitonit asgjë, a do të adhuronit Zotin? Zotin Jezus. Mos u përgjigj, dhe të mendojmë pak, sepse kjo pyetje përcakton realitetin ose jo të besimit, nëse e kemi besimin ose jo. Besimit tonë ndaj tij. A jemi në Krishtin për atë që mund të marrim, të fitojmë? Le ta them ndryshe. Vëllezër, motra të dashur, Jezu Krishti është vetë dhurata. Zakonisht ne i bashkohemi Zotit, ose njerëz ndryshëm i bashkohen Zotit që të marrin ndonjë gjë prej tij. Po a ka më shumë që a mjafton Jezusi vetë për ne? A udhërojmë Jezusin për atë që ai është, jo për gjërat që duhet të përfitojmë ose marrim prej tij? Shikoni sa se duket vërtet e thjesht, por është dhe thellë përpara këtij skribi. O njeri, thot Jezusi, je gati të kuptosh që ndoshta nuk do t'i kesh ato gjëra që bota i quan siguri apo rehati. Do të më kesh vetëm mua. Mund të ndodhë që nuk do të kesh një vend ku të vësh kokën. Po më ke mua. Jo për fuqinë time, për mrekullit, për këto spektaklet që bota pëlqen, se si shëron kaq shumë njerëz, po për shkak të faktit që unë jam ai që jam. Jezusi e bën qartë që të ndjekësh Krishtin nuk është një bilet për të pasur një jetë më të mirë, por një ftesë për të marrë pjesë në jetën e tij të flijimit dhe të sakrificës. Lejoni ta përmbledh kështu. Jezusi thotë jam mbreti sovran. Ashtu është. Por mbretëria ime nuk inaugurohet përmes pushtetit politik, rehatisë materiale, por përmes refuzimit, pa rehatisë dhe vuajtjes në botën që kam ardhur të shpëtoj. Kostoja është shumë e qartë, sepse Jezusi bën dallimin midis dy mbretërive, mbretërisë së kësaj bote dhe mbretërisë që ai ofron. Që lavdia vjen pas përulësisë. Dhe jeta gjendet në vetë flijim. Ky është paradoksi. Kush do të fitojë jetën, duhet ta lërë ato. Amen? Këto janë paradokset e Krishtit për jetën e secilit prej atyre që duan të jenë dishepujt e tij. Në fakt, a jemi ne skribi modern, cilat janë
strofka tona, folet tona. Le të ulim kokën gjithë, unë kam disa pyetje për secilin. Ju lutem, ja të dëgjoj me vëmendje konkluzionin e mesazhit sot. A ndjekim ne Jezusin me kushte të ngjashme? A e shohim besimin si një shtesë për një jetë më të qetë, familje më të mirë, stabilitet social? A ishte skribi i gatshëm të besonte se Jezusi është i mjaftueshëm? Edhe në pare ati, pa siguri financiare, pa status shoqëror. Pyetja që i drejtohet atij dhe secilit për nesh nga Jezusi është: kur gjithçka tjetër të hiqet, a do të jetë Jezusi i mjaftueshëm për ty? Të ndjekim atë do të thotë të mbështetemi plotësisht tek ai. Cilat janë strofkat dhe folet tona moderne sot? Le të bëjmë një inventar. Cilat janë gjërat që na ofrojnë rehati, siguri, identitet, të cilat ne hezitojmë të rrezikojmë për hir të ndjekjes Krishtit? Për disa prej jush mund të jetë karriera, ambicia profesionale, për të tjerë mund të jetë shtëpia e rehatshme, fondi i pensionit, apo stabiliteti financiar. Për shumë të tjerë mund të jetë reputacioni, pranimi shoqëror, rehatia e një jete pa konflikte. Kujdes, nuk mund ta kemi Jezusin si një shtesë të rehatshme në jetën tonë. Jezusi na thret në një hir që na kushton gjithçka, sepse ai bëhet thesari për të cilin ne jemi gati të gatshëm të shesim gjithçka tjetër. A jemi vërtet gatshëm të jetojmë si të huaj dhe shtektar në këtë botë duke ditur se shtëpia jon e vërtet dhe e përhershme nuk është këtu? Pyetja që ky pasazh na lë është: a vlen? Në fakt, nuk është sa kushton. A ja vlen? A është i denjë Jezusi? A mjafton Jezusi për ne? Apo Jezusi është shtesë e gjërave që ne kemi? Jezu Krishti po kërkon gjithçka ose asgjë nga ndjekësit e tij. O do t'i japësh atij gjithçka dhe ta ndjekës, ose mos thuaj që jam ndjekës i Krishtit. Dhe përgjigjja jonë ndaj kësaj pyetje përcakton gjithçka. A mjafton Jezusi për ne? Mirë, nëse Zoti ka folur sot, duke kuptuar se kush është Krishti në jetën tënde. A është ai shtesë apo është Zoti i jetës tënde? Edhe sikur të humbasësh gjithçka. Kjo është sfida. A do të jemi ne ndjekës të Krishtit me gjithë bagazhet tona, motivet tona, lakmit tona, dëshirat tona, rehatit tona, apo do t'i themi Zotit: Zot, unë do të ndjek ty. Ti do të plotësosh të gjitha nevojat e mia. Nëse më jep diçka, unë dua të jem bekim për të tjerët. A mund të jemi ne ndjekës të Krishtit? A mjafton ai për ne? A është i denjë ai për ta ndjekur? Edhe nëse kjo do të thoshte para atij, vuajtje, a mjafton Krishti për ne? Le të marrim pak kohë, secili mund të analizoj veten, themi: Zot, unë dua të ndjek ty, pavarësisht gjithçkaje. Unë dua të jetoj për ty, sepse ti je Zoti. Dhe unë nuk jam skllav i asgjëje këtu në botë, por jam shërbëtor i yt. Jam ndjekës i yt, jam dishepull i yt dhe dua të jem i tillë. Praktikisht, të ndjek ty, Zot, duke të besuar që ti mjafton, ti je dhurata e vërtet. Jo gjërat, jo siguria sipas botës, jo përkatësia sipas botës, por Zot, ti je i denjë që të ndjek.
Dua të falemnderit për fjalën tënde, që është e vërtetë, është e paraaqshme, Zot, shpeshherë për ne. Por Zot, kuptojmë dallimin se kush je ti, Zot. Shpeshherë ne humbasim në rutinën tonë edhe në dëshirat tona, në reatit tona, Zot. Kur harrojmë që ne jemi thirrur, Zot, që të jemi ndjekës të tu. Duke dhënë një shembull në botë që gjërat e botës, siguria që bota ofron, ose gjërat që bota ofron për të qenë rehat, i sigurt sipas saj, duke pasur një përkatësi sipas saj, janë gjëra që besimtarët bien shpeshherë preu, Zot. E të falenderoj që ti jesh dishepulli i yt. Do të thotë që të ndjekësh të, sepse ti mjafton së pari. Nëse na jep diçka nga kjo botë ashtu siç ke bërë dhe na ke bekuar, lavd diteje. Por ndoshta një ditë mund të mos kemi vend ku të mbështetsim kokën. Edhe përsëri ti je i denj, Zot, që të ndjek. Faleminderit për hirin tënd të madh, për bekimet e tua. Vërtet janë të vështira këto fjalë që ti përmend, Zot, por janë të zbatueshme për ne. Janë të bëshme, Zot, përderisa na i ka dhënë. Faleminderit që merresh me motivet tona, i gjykon ato sipas të vërtetës tënde. Edhe dëshiron, Zot, që ne të kuptojmë se çfarë do të thotë në të vërtetë të ndjekim ty duke llogaritur koston. Faleminderit që je besnik. Faleminderit nga ana tjetër, Zot, që ti premton që të sigurosh për gjitha nevojat tona. Ti nuk na lë asnjëherë, Zot, nuk na braktis. Zot, jemi mirënjohës që ti je Zoti i universit, por erdhe me një mision, edhe ashtu siç ti u dërgove në një mision si një njeri në mish për të fituar botën, Zot. Dëshiron që dhe ne, ashtu siç na ke dërguar, të fitojmë njerëz, të bëjmë dishepuj të tu, ndjekës që t'japin ty lavdi, o Zot, sepse dita do të vi, që ti, Zot, do t'japësh bekimet e tua, plotësisht, kur ne të takojmë ty një ditë. Faleminderit, Zot, për këtë hir. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus.